Praga zyrtare ka komentuar për herë të parë marrëveshjen e arritur mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë ČEZ. Mes akuzave të opozitës për qeverinë se marrëveshja do rëndojë mbi xhepat e shqiptarëve, Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë në një reagim thekson se mirëpret arritjen e marrëveshjes mes palëve dhe miratimin e saj në Parlamentin e Shqipërisë më 31 korrik. Ambasada e Republikës Çeke në Tiranë dëshiron të kujtojë se qeveria e Republikës Çeke gjithnjë ka kërkuar një zgjidhje. Ndërkohë, demokrati Eduard Alimi ka denoncuar marrëveshjen e qeverisë shqiptare, duke deklaruar se përmes saj Rama i ka dhënë amnistin të gjitha shkeljeve dhe vjedhjeve që janë bërë nga punonjësit e kompanisë çeke në dëm të vendit. Sipas Alimit, përveç dimensionit financiar ku u falën $3 miliard, qeveria ka mbyllur dhe syrin tjetër duke falur dhe shkeljet ligjore. I është dhënë dhe një amnistie plot ligjore të gjithë punonjësve ÇEZ për abuzimet dhe shpërdorimet që ata kanë bërë me detyrën, është një amnisti mbi evazionin fiskal të dëshmuar tashmë, mbi mashtrimet në bilancin e kompanisë dhe bërjen e pagesave të kundralishme. Alimi ju referua disa vendimeve të gjykatave njërisyresh i 2012-s kur ÇEZ ka humbur 3 çështje gjyqësore kundrejt drejtorisë së tatimeve për vënien e disa gjobave, por sipas Alimit marrëveshja e Ramës ja ka falur ÇEZ-it ato, duke dalë mbi vendimet e gjykatave. Eduard Alimi garantoi se PD do të ndjekë të gjitha hapat ligjore që të bëhet drejtësi për marrëveshjen në fjalë.